se e ka thonë nuk e ka përdor medikamente, nuk e ka trajtu. Jo, dëgjoj. Më la përshtypje si pyetje se janë pacienta shumë këto. Pyetje shumë e mirë. Po. Sistemi jonë trec është sistem hermetikisht i mbyllur. Po. Trupi jonë ka baktere të mira dhe baktere të këqija. Bakteret e mira jetojnë kryesisht brenda zorëve tona, brenda sistemit tonë trec, dhe ka një funksion shumë të rëndësishëm në tretjen e ushqimit tonë. Prandaj ato flora normale, ne e quajmë flora normale e zorëve, për cilën merren me probiotik të ndryshëm për me i ndihmu aty në me tret ushqimin. Në sistemin biliar është pothuajse e pamundun me depërtu bakteriet prej zorëve lart, sepse para zbrazjes së langut biliar në zorë është një port, një sfinkter që mbyllet dhe nuk e lën langun me dal jashtë. Ajo hapet vetëm në momentin që krijohet presion i madh prej lart, kur shtrydhet idhza, vinë ushqimet e rënda prej lukthit, ajo hapet dhe e zbraz langun dhe është rrugë një drejtimshe. Zbrazet langu dhe e mbyllet. Zbrazet langu dhe e mbyllet. Nuk trajtohen gurët në idhës, nuk infektohen, nuk ka infekcion të gurëve në idhës, nuk arrin, pavarësisht, nuk arrin me u infektu idhëza lartë, sepse trupi jonë është steril, në aspektin infekcios është steril. Andaj nuk arrin me u infektu, po inflamacioni është diçka tjetër. Inflamacioni është reagimi trupit ndaj një situate të caktuar kur mungon furnizimi i gjakut. Prej gjakut pastaj del një lang, plazma dhe përbërës tjerë të gjakut, që nuk janë të përshtatshëm për vendin me dal jashtë, ajo ajet, në gjuhën popullore, idhëza ajet. Kur ajet, ajo është e inflamume, po jo e infektume, njerëzit e keq kuptojnë infeksionin. Po, e përmendë disa herë rrugët biliare, e përmenda dhe unë, ashta jo kret, na që se kemi mjekësin edhe dim çka është rrugët biliare, po ashtu është një problematik shumë e shpesht dhe duhet intervenim. Të rrugë biliare. Atëherë, idhëza është pjesë e sistemit biliar. Tash po e specifikoj sistemit biliar. Mëlçia jonë është organi më i madh i trupit njerëzor. Mëlçia është laboratori i trupit tonë. Mëlçia e merr gjakun prej zorëve, e përpunon gjakun krejt përbërësit jo të mirë, jo të shëndetshëm që ne i marrim me ushqime, i thithin zorët e tona, dalin sistemin e gjakut, gjaku i çon në mëlçi dhe mëlçia i përpunon ato. Të këqijat i nxjerr jashtë, ndërsa të mirat i përthith prapë për trupin. Mëlçia është laborator, mëlçia i neutralizon substancat helmuese, i neutralizon shumë procese, është filtri më i madh i trupit ton në sistemin trec të ushqimeve është mëlçia. Ndërkohë veshkat janë për filtrimin e ujit edhe langjeve. Mëlçia pastaj në pozitën anatomike ka dy lobe, i ka dy koka, dy lobe. Mëlçia e djathtë dhe e majta. Ato të dyja zbrazen me një gyp kryesor dhe gypi kryesor quhet koledok. E ka dikon një distancë 10-15 cm. Edhe në mes të saj, në shumicën e rasteve, ngjitet idhëza. Në mes të saj. Edhe idhëza e ka funksionin e grumbullimit langut. Kur mëlçia prodhon lang, langu fillimisht bjen poshtë, te papillat, te sfinkteri që u thash që mbyllet. Fillon me u grumbullu dhe kur grumbullohet, mbrapa e mbush idhëzën. Mbushet idhëza plot, atë langu shkon sipër deri te mëlçia. Edhe vjen një moment kur pacienti ushqehet, han, zbrazet, hapet porta, zbrazet krejt langu, edhe idhëza zbrazet, edhe ky funksion përsëritet në vazhdimsi pastaj.